Me çka do mëna a ki ndonjë poezi apo do më ja thonë konga çka ke përgatitur sot? Hajde se po shkruajnë na çështje nita temën. Konga apo poezi? Poezi pe vaj. Po ai thuaj edhe kong dash. Po edhe kong mumi, s'ka problem. Një mes se s'kon vet asnjëherë për këtë sulmet e natës, a ke qitë në kong? Pa iri. Po kam edhe por ato edhe poezi edhe kong edhe kum qitën. Hajde për një kong për me qenë si jena sot në përvetur, bashkë kisha pasja me dëgju një kong për sulmet e natës, 24 marsin. Ka shumë vjete kemi prit për me ardhe kjo dit o kjo ditet me na lullzue zemra tona me i bashkue njëherë Serbine pere me rafshue kur në Kosovë mos e me lajmrue kur në Kosovë thotë mos me hy me mbledh plashkat me shku në Serbi 24 marsin s'muj me harrue zemra tona sa shumë janë gëzue ishte ora 8:30 kur na dha një lajmoj vërtet kur një lajm na dhan radi i ranatu shokët e mi në komu qunë sot robe thmi tuj bertite tuj kendue tash Serbia ka me u rafëshue o thasa gjilet në ta kanë ra, kre Shqipëria lumë kanë ba, u që këja mor fuqi, si Shqipon një plutoron aty, ka mar forze dashuri, tash po don ajo mu shkri, plumas ndalen aj me det, po luftojnë e pere venet e vet. Ani u që këja për toke luftone o edhe nato prej havas ju lëshone me të në shkijet o trullum ja bajne vine rakjetat o pa kupije vine shprazet tret po thot atyje ah gjele gjatat, kur në kom koka në quë, tash gjelatat, o koka në forcue, pse me në ton, s'po mujnë me luftue, pak ma tjeper, kokan ashtë persue, o bojnë masakrat, tash haj me det, presin gra e thëmia pet, presin gra e pëlleqetëri, masi nato ne kanë përmi, ata s'po kanë qka me marue, o poplin civil dojnë me farue, o zemra më qanë kete kom të kënue, ah lazin e vogel e kanë masakru, o ishte vogeleve 6 muj, aj nuk dite nje polion, e këta thiken ja kanë afrue, aj busjeshte tu i shikjue, s'pas ka gjama firma kja met, o me po kryet njep tu ja hjeke. O zemra më qante o pa kupi, qysh ma prene tha djalin aty, unë e po vet në syte mi, mu do këshpirit e me lëshëj mua, ah ju shtje ju qofshi parua, pse sum prete mu po tha i aban, po djalin dje po na u ka thane. Na do të mpaka me qëndrua, por e kur të kjo kishte qëllua,
e të ditë me ta tu I luftue, por tash të dëshin me u dërzue, kur e fundi rokte mi, ku ma në shkrum sa aty, një marrëveshje e kanë marrue, tash Serbia don me u largue, ik Serbia e shkojnë në Serbi, u kthy në shqiptarët në Kosovë aty, qka me posa kur kemi hy, shkrumi janë bon shpia e mjera, kana ka shkele has me kadira. Unë këtë kongë kështu e kam këndue, 24 morësit ja kam kushtue, do t'jetate të këtë histori, do t'a mojna me tragedi, do t'a mojna kujtim për jetë. Morër nuftë 24 shi, e gjithë mone për jetë. Lumt të nderuar Dan, me të vërtetë shumë e dhimbshme, sinqerisht, nuk e dita që është e tillë, se pa përgatit pak sfundin e gjitha nuk isha lënë, po nuk isha e përgatitur kërkoj ndjes, por lumt. Ja, s'ka ka elektrosore çdo gjë në rregull, kështu në që domethënë ne kemi shumë bujqje, domethënë që domethënë shumë shpejt I kemi harru luftën e këtë, në vend si tash më konë më të lumtur, më të gëzuar, më të bashkuar, na tash jemi thyë dhe më shumë ka humbën që taj dashuria, ka humbë respekti, ka humbë njerëzia, eshe prehën gratë, vrahën gratë, gjelmija vrahë nër me veti, domethënë që mu pas vrahë këtë njerëz në kotë luftës, na domethënë kretë kishin me dëshmur edhe I kushtot në I konge, shkojme I bojmë ato për vjetoret kur janë në përvarrëtyne, po këto vrahën e ose në sot ju humejmën me kese 1-2-3 ditë kajnë familjet për mësë ne harron, e dëshmuri së harrot kur. Shiko, ti e ki nëreqë sot këtë emision, me të vërtet unë jam të porëzhlinde e ti, unë jam shumë falenderues, sinqerisht edhe në veri pa të lumë Dani, krejt janë, po thojnë të lumë, me të vërtet ishte fantastike kjo pjesa, kjo kenga, unë nuk e besova që kam me përfshi kaq gjerësisht, domthonë atë moment edhe të lumë ty për atë talentin, për atë shpirtin artistik që ki, me vërtet unë të falenderoj shumë nga zemra. Shumë falenderit. Ndërsa për këta në që e patëm timën, thamë kështu. Thamë pse jemi bërë kësi njerëz. E pse njerit tjetrin se kuptojmë. Por vinë gabimet edhe ne sën po I durojmë. Njëherë të thot të dua, e du mu martua, ti ja plësën dëshirën dhe bëhesh burre grua. Jeta zë me lullzue, si lule me përparue, por tash jeta në fund kret pas ka ndryshue. E bëra një fëmi me atë grue, që e quaj grue, por në fund ajo më ka tratu mua. Ajo kish një zemër, jo të pastër aty, e ma mështroj edhe vajzën time, nga vetja e ka kthy. U bosi në bi, zunë me bisedue, të morë masa dhonshme, të më rajnë shpien teme mua. Gruja edhe qika, dorësa janë të ngrit, unë e kam bejtën I shkret, jetim në këtë jetë, s'po di kujtja qaj hallin, pleqëria e bandë vërtet. Unë tash jam plak, nuk po kam fuqi, po bëhen të dyjat, e po më rrehin si fëmi. Por një ditë unë, u pata shpërsue, edhe kështu nala, duke mendue. Pse jeta ime, ka që vështirë po kalon, ata që e deshta, Zoti ma murmua,
E erdh kjo e dyta, si kur gjanar mbi krye më rrimua. Nuk di çka të bëj. Shok e vllazni, erdhi një kohë që nuk e kam besue, tash gruaja o qika prej shtëpisë më përzon mua. Meta rrugëve une, rrugëve të shetit, më lësh nga njerëzit e mirë, unë jam të lyp. O jeta ime, sa shumë më mundova, me pas një jetë të lumtur, por në fund të keqen e fitova. Shok edhe vlezër, mua me ndëgjue, kur bani jo, sot më martue, zgjedhe fatin e mirë, e mos me gabue, se unë ndoshta gabova, për vetë jo shok të mi, po ju nderoj, po ju respektoj, dë vërtetën po ja tregoj, lype fatin e mirë, nesër mos më ankue, mos më ndodhe rasti njëjtë, si që më ndodhi mua. Nga zemra po ja tham, unë këtë poezi, motra edhe vlezër, që je dua se jeni si sytë e mi. Dua të jeni të bashkuar, të jeni të gëzuar, po zgjedhe fatin, këqyr ku jetu shkuar. Mos jeni në rrugë gabushme, aty me gabue, nesër me mallku vetën, me ka je martue. Ka shpes gati. Plum Doni, plum. Faleminderit. Edhe kjo ishte shumë e bukur, shumë e bukur, por alo meti kom të konga që e kënuve. Faleminderit shumë Doni, respekt pa fund miku. Dhe qofshi më bëni halal, në qofshi javë morra minutat e zoti ju bekoj. Ti të më aboneve halal, Duke i përshëndet gjithë dëgjues konstruktiv që unë gjithmonë i dua, i çmoj, i respektoj, o dëgjues gjithmonë ju tham, ju jeni qershia mbi torte, se ato në ndriçin emisionin me shkrimet, me thirrjet e tyre, domethënë te valët e Radio Toksorit, po edhe gjithmonë duke falenderuar e duke çmuar vllaun ton Toksorin që na pranon neve në thirrjet tona, me thirrje o me dhonat, domethënë në mundsinë tonë, një poezi apo një këngë apo një humor çka do të ketë, domethënë që na plotson dëshirat, asnjëherë nuk na kthen mbrapa. Shumë faleminderit. Po atë Alketa Kajolli, po atë që është një artiste, po atë së bukur i rimën, respekt. Pra i bën me rim domosdoshmë gjërat. Kjo është talent aty për aty, e fol dhe e ban poezi të lumë, thotë në vera fetit e mirë nga Pensilvania e largët e në USA atje. Respekt forcit thotë Sevdisa Diku, e lumë Doni e në veri, faleminderit shumë gjithë juve që vërtet jeni dakord pra që Doni ishte i mrekullueshëm sinqerisht si gjithmonë, por kësaj radhe me këngën më kalon pa tekst. Faleminderit shumë Dan. Respekt Doni. Shumë faleminderit, edhe unë falenderoj gjithë këtë vëllezër, këtë motra që kanë shkruar për mua, megjithëse unë ti e di që unë kur si shkruaj as kanë këtë poezitë unë aty për aty çita si kanë si humorin, se as kanë se pata të shkruaj me aty për aty çita, edhe domethënë këtë poezinë që çita, kështu që shumë i falenderoj që japin ndihmë të mira. Gjona që dalin nga shpirti hetohen Dan. Absolutën e di kur e lexon njëri në letër, edhe di kur e kënon te shpirtit. Dallohet me njerë, dallohet. Tlum, përgëzoj, sinqerisht. Faleminderit, e kalofshi mirë, më bani Allah. Gjithashtu, Allah dhe ju. Faleminderit, tong. E kishim për Donin e mrekullueshëm që e falenderojmë shumë, edhe respekt pafund për Donin, edhe për gjithë juve pra. Vërtet Doni është fantastik, edhe dita ditës na bën na bjen gjëra të reja që me vërtet janë fantastike. Unë do mundohem që ta marrë një telefonat, sepse jemi duke afruar dhe fundit.